Jemi rikthyer, jemi live në review, teksa jemi duke ndjekur gjitha zhvillimet e fundit në Kosovë, teksa sot janë mbajtur zgjedhjet e treta parlamentare brenda një harku shumë të shkurtër kohor, bëhet fjalë për një vit e gjysmë që prej shkurtit të vitit të kaluar kur ishin të parat, dhe jemi duke ndjekur pas tyre ndoqëm me datë 28 dhjetor, dhe këto janë të tretat që përmbahen në Kosovë. Ndërkohë, përpara se të vazhdojmë pak bisedën me të ftuarit në studio dhe analizat të cilat lidhen sigurisht me gjitha zhvillimet apo rezultatet të reja të cilat vinë nga Kosova, ju lutem më ndihmoni pak të shkojmë në lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Rexha, i cili me sa shoh është në shesh aty ku qytetarë janë mbledhur, unë dëgjoj këngë, janë mbledhur për zotin Kurti apo jo, se nga Selia më thej që qytetarët janë drejtuar, pra ju është thënë që duhet të festojnë aty në shesh për fitoren e VV-s. Po Greta, janë mbledhur këtu tek sheshi Skënderbeu, por numri është çuditërisht shumë i vogël, nuk ka entuziazëm. Mund ta dëgjoj muzikën, por nuk ka entuziazëm tek njerëzit. Kishte pak më herët në momentet e para që nisën të dalin rezultatet zyrtare dhe vetvendosja bënte shumë mirë, kishte tupan, aty ata njerëz shkuan, tash janë disa simpatizantë dhe ora shënon 23:40 vetvendosja, siç e kemi njoftuar, i kishte thirrur njerëzit që të vinë në orën 23 këtu. Por ka pak njerëz dhe nuk janë mbledhur, nuk ka ardhur ende zoti Kurti, kanë ardhur ministrat e qeverisë, ata që e kemi parë që kanë dalë nga Selia vetvendosjes, ka dalë ushtruesja e detyrës Albilena Axhiu pak më herët dhe ka ardhur këtu mbase do të provojmë edhe t'i gjejmë tek turma, por ka shumë pak njerëz dhe zoti Kurti ende nuk ka mbritur, ai kishte premtuar simpatizantëve të tij që do t'i takojë në orën 23 për fjalimin e fitores. Është një situatë e pa parë më herët, Greta, në kuptimin që askush nuk është i lumtur me rezultatin. Absolutisht askush nuk e feston këtë natë, sepse vetvendosja donte fitoren shumë më të madhe, që nuk e ka, dhe LDK-ja besonte që do të rritej shumë më shumë, e PDK-ja vend numëron në fakt me këto. Por kjo është, ajo mund ta shohim, mund ta afrohemi pak që ju të shihni, ka 3 flamuj të mëdhenj kombëtar që mund të shihni, të cilët janë vetëm 3 dhe vetvendosja zakonisht nuk përdor flamurin e Kosovës në tubimet e saj elektorale, përdor vetëm flamurin kombëtar. Shohim një flamur gjigant, 2 të tjerë më të vegjël, dhe duket që mund të ketë edhe fjalime pas pak, sepse disa prej ministrave këtu do të shohim pra nëse ka mbërritur ose do të mbërri edhe zoti Kurti, sepse në këto momente është ndalur muzika. Shohim që është ndalur muzika, nëse kjo lidhet me ardhjen e mundshme të zotit Kurti. Duket se ka ardhur. Ka ardhur zoti Kurti? Të dëgjojmë. Po ka ardhur, e shohim. Pas 20 minutash. Shikoni edhe nga reagimi i